Përshëndetje të nderuar shikues, ju uroj mirëseardhjen në minutat e editarit informativ në RTSH Gjirokanstra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e fundit kryesisht në Lunxhëri kanë prekur fermer dhe blegtor. Drejtoria e Bujqësisë në Bashkinë Gjirokanstër dhe ekspertët e fushës kanë nisur verifikimet në terren. Në shkollat ku mësojnë dhe edukohen fëmijët gjirokastrit, procesi mësimor ka vijuar normalisht dhe me frekuentim të rregullt. Në to nuk është shënuar asnjë problematik madhore nga shirat e rrëmbyeshëm që përmbytën qytetin e Gurt një javë më parë. Të gjitha shkollat dhe kopshtet në këtë bashki e ofrojnë ngrohjen përmes kaldajave ku furnizimi kryhet rregullisht. Deri në 40 shkon numri fëmijëve që i drejtojnë shërbimit pediatrik në Spitalin Rajonal Omenishani në Gjirokanstër në 24 orë. Burime nga ky shërbim bëjnë të ditur se më të prekur nga gripi janë fëmijët 0 deri në 6 muaj, ndërkohë që nuk kanë munguar edhe bronkiolitet. Në qarkun Gjirokanstër po vijojnë ndërhyrjet për pastrimin e dherave dhe hapjen e rrugëve të bllokuara nga rreshjet. Në Gjirokanstër, Lunxhëri, Përmet dhe Tepelen po punohet me forca bashkiake dhe mbështetje të forcave të armatosura. Në Libohov dhe Memalia disa rrugë mbeten të bllokuara në pritje të vlerësimit të gjeologëve, ndërkohë që në Këlcyr është rikthyer normaliteti, ndërsa në Dropull problem mbetet ura e Glinës. Furnizimi me energji elektrike është normal dhe lumenjt janë në kuota normale. Ju njohim tani më gjerësisht. Dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e fundit kanë prekur fermer dhe blegtor kryesisht në zonën e Lunxhërisë. Drejtoria e Bujqësisë në Bashkinë Gjirokanstër dhe ekspertë të fushës kanë nisur verifikimet në terren. Prurjet e dendura të shkaktuara nga rreshtet intensive kanë sjellë dëmtime serioze në shtratin e lumit Nimica, i cili ka marrë përpara sipërfaqe toke të konsiderueshme, të kultivuar me hasëll, mbjellje dimërore për bagëtit. Mua personalisht më është mbytur gjysmë e kullotës ka dalë jashtë përdorimit. Është mbathur me rrër. Te mua personale është 20 hektar. Unë kam 500 krerë. 500 krerë, jo me vështirësi. Me vështirësi dhe atë zajrej që kemi brenda, do na gjeri ku të harim. Duam vetëm të na bien një mjet që të na bëjnë bankinën të paktën se por anshira prap do veje një ta gjë prap se gjysmë e lumit është sot aktuale në parcel. Lidhur me këtë dëm që është bërë këtu, më thanë që duhet kesh certifikat e pronësisë ose kontratë notariale. Unë me kontratë notariale, të vërtetë gjithë këto toka që marrim, nuk kemi mundësi që t'i bëjmë me kontratë notariale. Nuk kemi mundësi se njeri është në Greqi, e jepi vllajin e emër të atia, po faktike është që ky është dëmi. Dhe këto janë 2 nymet edhe hektarët që janë përmbytur. Nuk është puna këtu. Ne me këto dokumenta që marrim dorazi me kartë identiteti dhe ka pranuar dhe sugestionet. Nuk e dinim se do të kështu dhe u burat vetëm në noter. Një kosto është edhe ajo, këtu janë shumë persona që kanë këtë arë, edhe na pak e kanë. Kështu është ndarë ligji 7501. Ne presim që të sistemohet vendi më njëherë, se nuk kullosim dot blegtorin këtu. Këtu nuk kullot asnjë gjë. Presim që të sistemohet vendi, t'i bëhet një prit këtij lumit, që kemi shumë problem që ai prap do na bëjë të njëjtin gjë nëse rashi. Edhe ta vlerësojnë vetë këtu se ja bagëtia vetëm po ushqehen brenda, vetëm po blejmë koncentrat se s'kemi mundësi, ja tërshëra prisja ta kullosi, atëra është mbaruar. Nga ana e drejtorisë së zhvillimit të bujqësisë, ujitjes dhe kullimit bëhet e ditur se janë ngritur grupe pune në terren për evidentimin e plotë të dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet. Janë dëmtuar kultura të ndryshme si jonxha, lakrat, janë dëmtuar edhe një pjesë lajthive, arve, për të cilat është ngritur një grup pune dhe në vijim do të vazhdojmë të verifikojmë në terren, por kërkojmë nga fermerët që të jenë të saktë dhe dinjitos në ato që ato do shprehin në dokumentat e tyre lidhur me dëmet, edhe pse neve jemi duke i verifikuar aktualisht. Grupet e punës janë të shpërndarë në terren dhe janë duke ndjekur veprimin e punimeve që bëhet për të shmangur për më tej edhe pasojat që mund të kenë rreshtet e tjera. Janë të shumë fermerë që gjatë kësaj periudhe kanë kërkuar ndihmë për dëmet e shkaktuara nga rreshtet intensive, pohon specialisti i bujqësisë Balil Bineri. Ka pasur edhe fermerë që na janë drejtuar neve dhe ne specialistët tanë vetë kanë shkuar në terren, kanë evidentuar dëme, ka pasur dëme në kulturat të ndryshme bujqësore, siç janë hasllat, jonxha. Detyra tonë, po dhe objekti punës tonë është evidentimi i dëmeve dhe asistimi fermerëve për atë pjesë që mund të riparohen këto dëme. Ndërkohë vijon procesi i verifikimit të dëmeve në terren me qëllim vlerësimin dhe mbështetjen e fermerëve të prekur nga përmbytjet.
Në shkollat ku mësojnë dhe edukohen fëmijët Gjirokastrit, procesi mësimor ka vijuar normalisht dhe me frekuentim të rregullt. Në to nuk është shënuar asnjë problematik madhore nga shirat e rrëmbyeshëm që përmbytën qytetin e Gurt një javë më parë. Të gjitha shkollat dhe kopshtet në këtë bashki ofrojnë ngrohjen përmes kaldajave, ku furnizimi kryhet periodikisht. Institucionet arsimore në Gjirokastër funksionojnë rregullisht duke zhvilluar të plot procesin mësimor. Në këto ditë ku temperaturat kanë shënuar ulje pas rreshjeve të dendura, ngrohja nuk mungon. Në të gjitha godinat ajo realizohet me kaldaja. Në shkollën tuaj, si janë kushtet? Këto ditë të ftohta si i kaloni? Shumë mirë. Është ngrohtë, mund ta kalojmë. Klasat janë shumë të ngrohta dhe kaldajat punojnë. Klasat janë të ngrohta sepse kaldajat ndizen që në mëngjes. Klasat janë të ngrohta, kaldajat ndizen në mëngjes derisa mbrojt ambjenti e pastaj fiken. Procesi mësimor zhvillohet pa probleme. Klasat janë shumë të ngrohta. Unë siç e shikoj jam në Xbox, nuk jam në xhup, sepse nuk ka nevojë për xhup. Moti ftohtë nuk ka ndikuar në uljen e frekuentimit të tyre. Madje mungesa nuk janë shënuar as nga virozat apo gripi që qarkullojnë në këtë periudhë. Në këto ditë të ftohta, mësimi është zhvilluar normalisht. Shkolla ka ngrohje me kaldaj, është furnizuar në vijimësi dhe rregullisht me nafs nga Drejtoria e Arsimit dhe Bashkia e Gjirokastër. Në lidhje me frekuentimin nuk kemi pasur mungesa të nxënësve. Pasi ende këto virozat e stinës ndoshta nuk kanë rënë dhe fëmijët e kanë frekuentuar procesin mësimor, përveç ditës që kanë qenë rreshjet e dëndura dhe ishin kushte të vështira atmosferike që nxënësit të frekuentonin procesin mësimor. Nga kushtet e rënduara atmosferike të javës së kaluar, godina, edhe pse është një godinë e vjetër, është shumë e mirëmbajtur dhe nuk kemi pasur asnjë problem. Godinat arsimore në Bashkinë Gjirokastër nuk u prekën nga përmbytja dhe për ato problematika të vogla që shfaqen punonjësit e mirëmbajtjes ndërhyjnë menjëherë duke siguruar zhvillimin normal të procesit mësimor. Deri në 40 shkon numri fëmijëve që i drejtohen në shërbimit pediatrik në Spitalin Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër në 24 orë. Burime nga ky shërbim bëjnë të ditur se më të prekur nga gripi janë fëmijët 0 deri në 6 muaj, ndërkohë që nuk kanë munguar edhe bronkiolitet. Normale vlerëson situatën epidemiologjike për moshat pediatrike shefi i shërbimit të pediatrisë në Spitalin e Gjirokastrës Edmond Kotoni. Rastet me grip janë shënuar më tepër te fëmijët që ende nuk kanë mbushur një vit, ndërsa shtrimet pothuajse janë 0. Është një situatë normale për pjesën e stinës. Kemi raste të shtruara me grip, kryesisht qarkullon gripi tipit A. Temperaturat janë tipike 38,5, 39, 40 shkojnë, zgjatësi kohë. Zakonisht edhe 5 ditë që është me temperatura të larta. Po kryesisht ne mjekojmë ndrikimet e virusit që zakonisht nuk kemi pasur. Shtrimet janë shumë të pakta. Kryesisht grup moshat më problematike janë fëmijët e moshës 0-6 muaj. Ajo që veçon Kotoni janë rastet e shtuara me bronkiolit, të cilat janë përmirësuar pas marrjes së shërbimit spitalor. I kemi konfirmuar me testet RSV-s. Shumica e rasteve shtrohen sepse vetë dekursi i sëmundjes është shumë akut dhe rastet kanë nisur mirë në përgjithësi. Shumë raste kemi pas me bronkiolit, kemi hospitalizuar. Një rast kemi transferuar në Tiranë sepse grup moshat mbi 9 muaj e kalojnë shumë nga një rënd. Kotoni ndan për mikrofonin e RTS edhe disa këshilla. Fëmijët të izolohen në pjesën e kontaktit me fëmijët të sëmurë. Pavarësisht tani fillimi i shkollave ka të bëjë edhe me rritjen e sëmundshmërisë për arsyet e njohura. Po këshillat janë që temperaturat të menaxhohet dhe para dhe nëse pastaj është temperaturë që zgjat më shumë të 3 ditë të paraqiten te mjeku pediatër për të këshillat dhe për vizitat kryesisht. Pa llogaritur vizitat e kryera pranë qendrave shëndetësore, vetëm në repartin e pediatrisë paraqiten në 24 orë 20 deri në 40 fëmijë. Në qarkun e Gjirokastrës po vijojnë ndërhyrjet për pastrimin e dherave dhe hapjen e rrugëve të bllokuara nga rreshjet. Në Gjirokastër, Lunxhëri, Përmet dhe Tepelen
po punohet me forca bashkiake dhe mbështetjen e forcave të armatosura. Në Libohov dhe Memalia, disa rrugë mbeten të bllokuara në pritje të vlerësimit të gjeologëve, ndërkohë që në Këlcyr është rikthyer normaliteti, ndërsa në Dropull problem mbetet ura e glinës. Furnizimi me energji elektrike është normal dhe lumenjt janë në kuota normale. Gjatë ditës së sotme po vijon puna në të gjithë qarkun e Gjirokastrës në zonat ku janë evidentuar problematika, me qëllim rikthimin e situatës në normalitet. Bashkia Gjirokastër. Ditën e sotme, sipas planit nga Bashkia Gjirokastër, do vazhdoj puna në njësinë administrative qytet, në lagjen Granice sipërme, në projnë e Gjokanës, në lagjen Zinxhira, në lagjen Pazari Vjetër pas Kalas, ku ka rrëshqitje dherash dhe pas raportit të gjeologëve do të ndërthyet me largimin e dherave në ish agjencinë e udhëtimeve, si dhe në projnë e Gjokanës. Në lagjen Zinxhira, forcat bashkiake në bashkëpunim me forcat dhe mjetet e ardhura nga forcat e armatosura do të vazhdojnë punën në njësitë administrative Lunxhëri për largimin e dherave në aksin rrugor të fshatit Dhoksat deri në fshatrat Gjat, Këllës dhe Qisorat. Gjithashtu do të punohet edhe për pastrimin e rrugëve të brendshme të fshatit Lazarat. Bashkia Libohov në njësinë administrative Zagori, rrugët hyrëse të fshatit Zhej, Liar dhe Topov vijojnë të jenë të bllokuara për shkak të rrëshqitjeve të dherave. Nga bashkia po shihet mundësia e ndërhyrjes, pasi informacionet janë të paqëndrueshme. Pritet raporti gjeologëve për ndërhyrje. Bashkia Memaliaj, njësia administrative Memaliaj fshat, një rrugë e brendshme vijon të mbetet e bllokuar. Nga bashkia pritet studimi specialistëve gjeolog. Bashkia do të punojë për largimin e dherave, aty ku nuk ka rrezik për shkarjet që sjellin probleme. Bashkia Dropull, problem mbetet dëmtimi i urës së glinës, pasi shirat e fundit dëmtuan edhe një këmbë tjetër. Bashkia Përmet, aksi rrugor Përmet dogana e urave është me një kalim në një sens rreth 25 metër në hyrje të fshatit Petran. Nga bashkia Përmet pritet vlerësimi specialistëve gjeolog për të vepruar mbi lagjen. Sede në qytetin e Përmetit ditën e sotme do të punohet në fshatrat Bual, Hotov, Mokric dhe Kosov, njësia administrative Piskov dhe në fshatrat Tremisht, njësia administrative Petran për pastrimin e rrugëve të brendshme të këtyre fshatrave. Bashkia Këlcyr, në bashkinë Këlcyr nuk raportohen bllokimet të akseve rrugore. Është bërë mundur pastrimi i inerteve në infrastrukturë si dhe është rikthyer në normalitet. Nga komisioni ngritur po vijon puna për vlerësimin e dëmeve. Bashkia Tepelen, aksi Subash Hormov, rrugë e vjetër, nuk mundëson qarkullimin e mjeteve të rënda. Nga bashkia do të ndërhyet sapo të ulet uji nga përroji i Tërbuqit. Ditën e sotme do të përfundoj puna në fshatin Hormov për drenazhimin e ujrave në një banesë e cila rrezikohej nga ulja sipërfaqes së tokës. Nga OSHE informohemi se gjithë qarku furnizohet me energji elektrike. Lumi Vjosa, Drino dhe gjithë degët që furnizojnë janë në kuota normale. Arkitekti Agron Doraci ka cilësuar përmbytjet në Gjirokastër jo vetëm si fatkeqësi natyrore, por edhe si pasojë të mënyrës se si qyteti është zhvilluar ndër vite. Sipas tij, zgjerimi urban, ndërtimet pranë rrjedhave natyrore të ujit kanë ndikuar drejt për drejt në jetën e banorëve dhe funksionimin e qytetit. Prej vitesh, Gjirokastra nuk ishte përjetuar përmbytje të kësaj përmase, ndërsa dëmet më të mëdha u regjistruan në lagjen 18 shtatori. Ish-përgjegjësi i zyrës së urbanistikës, Agron Doraci, i ka cilësuar përmbytjet në Gjirokastër jo vetëm si fatkeqësi natyrore, por edhe si pasojë të mënyrës se si qyteti është zhvilluar ndër vite. Gjirokastra ka ca kushte të veçanta nga pikpamja meteorologjike dhe hidrologjike, sepse ndodhet në një zonë që ka rreshtet maksimale vjetore në rang republike. Dhe dita ka një relief shumë interesant, një terreti të pjerët, një shpat mali që mlidhen dhe kalojnë mes për mes 5 prej. Po problemi është që nuk na përcjell vetëm ujin, që duhet kemi parasysh, por na përcjell dhe mbeturina. Dhe eksperienca e fundit që ndodhi u pa, sepse deri në 8 shtatori edhe në Prind sot në përrje të ngurta që i thomi neve që nga shtratet e Prindve të thjeshtësi lartë. Eksperienca deri tani me këtë ka vërtetuar, që kur i pastrojnë që pas një katastrofe, mbeten një periudhë gjatë që s'ndodhin probleme. Po ne nuk japim dot përgjigje kësaj pyetje sot, sepse ndodhi kjo e sotmja, se këto rreshte nuk janë maksimale që të justifikojë një përmbydje kaq të madhe. Sipas tij, duhet ndërhyrë në pastrimin periodik të përrenjve.
Problemi prenjve në Gjirokastër dhe i përmbytjeve duhet jetë në vëmendje shumë të madhe të organeve të pushtetit lokal. Gjirokastër dhe është një punë jo në momentet e dimrit kur të vjen, por duhet jetë në periudhën e verës, sepse zgjidhja e këtij problemi është të pastrohen pritat, se pritat janë ndërtuar të rregullohen ato që janë shkatruar, se një pjesë e tyre janë të dëmtuar. Dhe duhet prita është një barierë me një mur që grumbullon të gjitha projekt e ngurta të mos vinë në qytet, po pastaj këto do t'i heq ato që ka ardhur brenda një periudhe të caktuar. Lagja 18 shtator mbledh 2 prenjë kryesor. Prenjë e Shamaje, që ca i thon Shametat, ca i thon. Unë jam i vjetër di Shamaje thoshim njerën e kohë. Dhe prenjë e Ficus. Të dy këta grumbullohen pikërisht në këtë zonën këtu mbi stadion. Dhe janë prenjë që kanë një basen ujor mbledhës në zonën e malit i gjerë shumë të madh. Dhe kjo duket dhe nga vetë shtrati prejtë, do me thënë nga pikpamja geologjike se sa të thella janë kamionet e këtyre prenjve. Dhe si përfaqja e madhe të rësit, sasi shumë të madhe shirash dhe reshish. Proj më i rëndësishëm dhe më i rëndësishëm është i qullës, po edhe puna që të dëmtojë nga qulla do të jetë katastrofe jashtëzakonshme për Gjirokastër. Ai theksoi se kërkohet një studim i thelluar, për të cilin ka botuar edhe një libër më parë, ku kishte parashikuar problematika të tilla. Jemi të rrezikuar se unë këto shkrime që kam bërë që para me 10 vjet, po kuptoj që kam shkruar në libër, kam bërë shkrime të tilla, kam parashikuar, kam parandjerë që do të ndodhte. Mënyrën se si mbahet regjimi këtyre që të ruaj regjimin e kanalizimit të ujrave brenda sektorëve të caktuara të mos bëjnë dëme. Për shembull, për Ficus, që nga banesa e Ficus edhe deri sa lidhet me kanalet e të veçatoris është futur brenda në një tub të madh. Por para shemave po ashtu është mbuluar që nga pjesa e pritave edhe deri te pjesa e 18 shtatorit. Situata e fundit e përmbytjeve në Gjirokastër vë në dukje, jo vetëm efektet e motit, por edhe nevojën urgjente të një planifikimi më të kujdesshëm urban dhe masa të vazhdueshme parandalimi. Banorët dhe autoritetet lokale tani përballen me sfidën e përbashkët për të mbrojtur qytetin dhe për të shmangur dëmet e mëtejshme në të ardhmen. Ndërkohë që gjeologu Çanonora bën apel për më shumë përgjegjësi qytetare dhe institucionale, duke theksuar se hedhja pa kritere inerteve dhe mbetjeve në prenjë dhe mungesa e mbjelljeve në zonat problematike rrisin ndjeshëm rrezikun nga përmbytjet dhe erozioni. Sipas tij, ndërhyrjet parandaluese dhe kujdesi ndaj mjedisit duhet të jenë prioritet për të shmangur situata të ngjashme në të ardhmen. Qarku i Gjirokastrës përveç përmbytjeve po përballet edhe me fenomenin e erozionit, të cilat po nxjerrin në pa edhe problematika të akumuluara ndër vite. Eksperti gjeologjist Çanonora i lidh këto situata me kulturën qytetare dhe me mungesën e një mirë menaxhimi të duhur nga strukturat përgjegjëse. Sipas tij, hedhja pa kritere inerteve dhe mbetjeve urbane në shtretërit e prenjve, ndërtimet pa planifikim dhe mungesa e mbjelljeve të reja, veçanërisht në zonat problematike, janë çështje që kërkojnë vëmendje prioritare në të ardhmen. Shirat këto ditë ishin mbi 300 mm në 24 orë. Pra ishte shqetësuese dhe problematike për erozionin e Gjirokastrës. Neve në vazhdimësi kemi trequr vëmendjen që mos hidhni mbetje industriale inerte në lumë dhe në prenjë, qoftë edhe mbetje urbane, por njerëzit janë të pandërgjeshëm. Që këtu fillon ky problem, që këtu e ka zana fillën. Pra, që tek qytetarët e komuniteti, që tek institucionet vendore dhe gjerë të qeveria. Kur ka rreshje të dëndura, ose edhe rreshje më të pakta, gjithmonë janë zonat e pambrojtura. Zonat e pambrojtura u quajnë ato zona që janë të papyllëzuara. Sepse le të kemi parasysh që efektin e madh që kanë pyjet për mbrojtjen e natyrës, të reliefit të tokës, një pemë, një bim akasje, për 24 orë thith 300 m3 ujë,
Pra kjo edhe thjesht ujin nuk lejojnë ujin që të vërshoj dhe të marrë përpara çdo gjë. Zona problematike janë zonat të paqëndrueshme, siç janë zona e shkallës së zezë, siç kemi në Lunxhëri, gjithmonë në formacionet e dobta gjeologjike që nuk kanë bërë drenazhime, që nuk janë bërë mbjellje pemësh e të tjera. Pra këto janë zonat më problematike. Intensiteti i lartë i rreshjeve dhe depërtimi i ujrave në brendësi të masiveve malor kanë shkaktuar shembje dhe rrëshqitje të sipërfaqeve të konsiderueshme me dhera dhe shkëmbij në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Këto zona po mbahen nën monitorim në pritje të vlerësimit dhe rekomandimeve të specialistëve gjeolog. Dhe këtu përfunduam të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.